Pavarësisht temperaturave të larta të kësaj vere, pritshmëritë për prodhimin bujqësor në qarkun e Shkodrës janë pozitive. Specialistët e bujqësisë vlerësojnë se ky është një vit i mbar për fermerët me rendimente të larta dhe cilësore të prodhimit në pjesën më të madhe të kulturave bujqësore. Thasira është e vështirë për ta përballuar me ujin, por është shumë më e favorshme për prodhimin dhe cilësinë e prodhimeve. Kështu që priten prodhime të mira në nisër, në faragjere, po dhe në perime. Po sipas specialistëve, ndikim të rëndësishëm kanë investimet e realizuara në sistemet e ujitjes, veçanërisht në zonën nën Shkodrës, ku është përmirësuar furnizimi me ujë për sipërfaqet e mbjella. Investimet që janë bën sistemin e vaditjes rrisën shumë kapacitetin prodhues. Domethënë në fushën e Shkodrës është përmirësuar shumë kapaciteti i ujitjes. Janë restauruar kanalet e dyta dhe treta, deri tek ngastra ka shku mundësia për ta marrë ujin, derisa uji ka shku tek parcela, prodhimi pritet të jetë më i lartë. Mistri mbetet kultura më e përhapur në qarkun e Shkodrës me rreth 5000 hektar, ndërkohë që evidentohet rritje sipërfaqeve të mbjella me duhan, si dhe zgjerimi i kultivimit të perimeve, kjo e nxitur nga kërkesa e tregut.